në një fshat të vogël, ku çdo sekret përflitet, por askush nuk guxon ta thot me zë të lartë. Rritet Elira, një vajzë e qetë, e ndrojtur, që gjithmonë e ka ndjerë se diçka nuk shkonte në familjen e saj. Ajo ishte rritur me dashurinë e babait të saj, Agronit, dhe me kujdesin e nënës së butë, Lindës. Por në sytë e nënës, sa herë që përmendej xhaxhai i saj, Besimi, ajo shihte një dritë të çuditshme, një lloj dhimbje të fshehur që nuk kishte shpjegim. Një ditë, ndërsa kërkonte dokumente për regjistrimin e universitetit, Elira gjen një dosje të vjetër të pluhurosur në sirtarin e nënës. Brenda saj, një certifikat lindje e harruar, ku emri i babait nuk ishte Agroni, por Besimi. Ajo ndalon frymën. Gjithçka që kishte besuar për veten, për familjen, për dashurinë që njihte, shembet në një çast. Një rrëfim i dhimbshëm fillon. Një vajzë që kërkon të vërtetën në një botë ku heshtja është ligj, dhe ku dashuritë e ndaluara e kanë ndërtuar jetën e saj mbi një gënjeshtër. Sekreti që ndodhej në sirtar. Elira kishte mësuar që jeta në fshat kishte dy ligje: të punosh fort dhe të mos bësh shumë pyetje. Në shtëpinë e tyre të vogël me qati të kuqe, çdo mëngjes kishte një rutinë të pandryshueshme. Babai, Agroni, dilte herët në ar, ndërsa nëna, Linda, përgatiste mëngjesin dhe kujdesej për kopshtin. Elira, vajza e tyre vetme, ishte gjithmonë krenaria e shtëpisë. Nxënëse e mirë, e sjellshme dhe e dashur me të gjithë, por që në fëmijëri, ajo kishte ndjerë një lloj ftohtësie të çuditshme mes prindërve. Ata rrallë flisnin me njëri tjetrin për te fjalëve të zakonshme. Babai i saj ishte i rrept, i heshtur, dhe shpesh i ftohtë me nënën. Ndonjëherë, kur vinte xhaxhai i Besimi për vizitë, ajo ndjente një tension të padukshëm në ajër. Sytë e nënës lëviznin nervozisht, ndërsa Agroni qëndronte në hije, pa folur. Elira se kuptonte pse. Për të, Besimi ishte një njeri i dashur, i qeshur, që i sillte dhurata dhe e përqafonte me një ndjenjë të ngrohtë e të çuditshme. Vitet kaluan dhe Elira u bë 19 vjeç. Ajo kishte mbaruar gjimnazin me rezultate të shkëlqyera dhe ishte pranuar në universitet në qytet. Një mëngjes, teksa nëna ishte në treg, ajo vendosi të përgatiste dokumentet për regjistrim. Hap sirtarin e vjetër të nënës, ku ishin ruajtur letrat më të rëndësishme të familjes. Dosja e pluhurosur, me mbishkrimin dokumente personale, i tërhoqi vëmendjen. Brenda kishte certifikata, fatur pagese dhe një letër të vjetër të zverdhur nga koha. Ajo e hap me kujdes dhe aty, në një copë letre zyrtare, lexon: emri i fëmijës, Elira Agronaj. Emri i babait, Besim Agronaj. Syt ju mbushën me lot. Në fillim mendoi se ishte ndonjë gabim. E lexoi disa herë, por emri i babait ishte i qartë: Besimi, jo Agroni. Një dridhje i përshkoi trupin. Zemra i rahu fort, sikur çdo frym po e gëlltiste të vërtetën që nuk e kishte ditur. Jo, kjo s'mund të jetë e vërtetë, përshpëriti. U ul në dy sheme, me letrën në duar. Ju kujtuan momentet kur Besimi e përqafonte me një dashuri të veçantë, mënyra si dhuronte gjithmonë dhurata për ditëlindje, dhe shikimi i nënës sa herë që ai afrohej. Në atë çast, gjithçka mori kuptim. Kur Linda u kthye nga tregu, Elira po e priste në kuzhinë, me sytë e skuqur dhe letrën në duar. Nëna u stet. Ç'ke, bi? Pse po dridhesh kështu? Elira e ngriti letrën lart. Më thuaj, çfarë është kjo? Kush është babai im i vërtet? E vërteta që shkatëron. Nëna u zverdh në fytyrë. Duart ju drodhen. U ul në karrige dhe nisi të qante në heshtje. Nuk ishte koha, kur nuk ishte koha për ta thënë, tha me zë të dridhur. Elira ndjeu zemrën t'i shtrëngohej. Ti më ke gënyer gjithë jetën, mami. Unë kam jetuar me një njeri që s'është babai im, dhe ti nuk më the asgjë. Linda ngriti syt plot dhimbje. Elira, dëgjoj, gjithçka ndodhi shumë vite më parë. Unë isha vetëm 20 vjeçe. Ishim të varfër, prindërit e mi më martuan me Agronin, por unë nuk e doja. Ai ishte njeri i ashpër, i ftohtë, dhe kur nuk më trajtoi me dashuri. Në atë kohë, Besimi, vëllai i tij më i vogël, jetonte me ne në shtëpi. Ai ishte ndryshe i mirë, i kujdesshëm,
më jepte dashurinë që se mora kur nga burri. Dhe një natë ndodhi. Nuk ishte plan, ishte dobësi, ishte dashuri e fshehtë. Pas disa muajsh, kuptova që isha shtatzën. E dija që ishte fëmia i besimit. Por në atë kohë, po ta merrte vesh dikush, do të më vrisnin. Agroni mendonte se ishte fëmia i tij, dhe unë zguxova ta kundërshtoja. Elira e dëgjonte me lot që i rridhnin faqeve. Pra unë jam fruti i një dashurie të ndaluar. Jo, bi, ti je fruti i një dashurie të pastër, që nuk mundi të jetoj në dritë. Por për Elirën, këto fjalë ishin si thika. Gjithë jetën kishte ndjerë se diçka mungonte në marrëdhënie me Agronin, ftohtësia, mungesa e përqafimeve, mungesa e lidhjes që një baba e vajzë duhet të kenë. Tani çdo boshllëk kishte përgjigjen e vet. Ajo doli jashtë, me duart që i dridheshin. Në rrugicë, ajri i ftohtë i vjeshtës i priste faqet. Sytë ju përqendruan te shtëpia e besimit, vetëm pak metra më tej. Ai ishte në obor, duke prerë dru. Kur e pa, i buzëqeshi si gjithmonë, por ajo nuk mund të buzëqeshte më. Zemra i rrihte fort. Duhej ta dinte të vërtetën edhe prej tij. Përballja me babain e vërtetë. Elira ju afrua ngadalë, me lot në sy. Gjagji, kam nevojë të flas me ty, tha me zë të thyer. Besimi uli së patën dhe i afrua. Çfarë ndodhi, bi? Ajo i tregoi gjithçka. Letrën, fjalët e nënës, dyshimet. Në fytyrën e tij u pa një hije dhimbjeje, por edhe një lehtësim i çuditshëm. Ai uli kokën dhe foli ngadalë. Po, Elira, është e vërtet. Unë jam babai yt. E kam ditur gjithmonë, por s'kisha të drejtë të ta thoja. Linda më lutej të heshtja. Ajo kishte frikë. Agroni nuk do ta pranonte kurrë. Do t'ju kishte dëbuar të dyja. Pse s'mathe asnjëherë? Unë jam rritur me një gënjeshtër. Sepse dashuria ime për ty ishte aq e madhe sa s'mund të rrezikoja ta humbisja. Doja të isha pranë teje, edhe nëse s'mund të më quaje baba. Doja të shihja të rriteshe. Elira shpërtheu në lot dhe e përqafoi fort. Ishte një përqafim i gjatë, i mbushur me vite të humbura, por në shpirtin e saj, nga tëresa e identitetit e copëzonte. Kush ishte në të vërtet? Vajza e kujt? Në mbrëmje, u kthye në shtëpi. Agroni e priste në verandë. Ai e kishte kuptuar. Një heshtje e gjatë ndau për disa minuta. E di që zbulove, tha ai më në fund. Se kam dashur kurrë nënën tënde si duhet. Dhe ndoshta as ty s'të kam dashur si që meriton. Por unë të rrita, Elira. Unë isha aty kur kishe nevojë. Elira e shikoi me sy të mbushur me dhimbje. Të falenderoj për gjithçka që ke bërë, por s'mund të jetoj më me gënjeshtra. Kam nevojë të di kush jam. Atë natë, në shtrat, ajo s'mbylli sy. Një pjesë e saj ndjente dashuri për të tre. Për nënën që e mbrojti, për babain që e rriti, dhe për babain biologjik që e deshi në heshtje. Por një tjetër pjesë ndjente zemërim, dhimbje dhe një boshllëk të thellë. Dritarja e hapur sillte erën e ftohtë të natës, dhe Elira e kuptoi se jeta e saj nuk do të ishte më kurrë e njëjtë. Tani duhej të mësonte të ndërtonte identitetin e saj nga e para, me një të vërtetë që dhemb, por që çliron. Fjalët që thyen heshtjen. Ditët pas zbulimit ishin të rënda për Elirën. Çdo mëngjes zgjohej me një ndjenjë boshllëku, si të ishte zgjuar në një jetë që se njihte më. Shtëpia që dikur i dukej e ngrohtë, tani dukej e ftohtë, e mbushur me hije sekretesh. Çdo shikim që i hidhte nënës apo Agronit e lëndonte. Në çdo qoshe i dukej sikur kishte një kujtim të rem, një gënjeshtër që e kishte shoqëruar gjithë jetën. Në fshat, gjërat nuk mbahen sekret për gjatë. Një fjalë që del nga një gojë, përhapet si zjarr në bar të thatë. Pas pak ditësh, njerëzit nisën të përshëndesnin Elirën me sy të çuditshëm, disa me mëshirë, disa me përçmim. Disa gra në rrugë përshpërisnin. Ajo është vajza e ndaluar, fruti i mëkatit. E gjora nën, si ka mundur. Elira e ndjeu turpin si plag. Një pasdite, duke dalë për të bler bukë, dëgjoi dy vajza të reja duke qeshur mes tyre. Ajo se di kush është babai i vet. Çfarë faji ka ajo?
Fjalët ju ngulën si thika. Në sytë e fshatit, ajo nuk ishte më vajza shembullore që studionte për universitet, por bija e një lidhje të fshehtë. Ishte bërë temë për gojët e liga. Kur u kthye në shtëpi, shpërtheu: "Mami, pse mbajte këtë sekret? Pse nuk më le të përballesha me të vërtetën më herët? Tani më përçmojnë të gjithë. Unë s'kam faj, por po ndëshkohem si mëkatare." Linda nisi të qante. "Unë doja të mbroja, bi. Jeta në këtë vend është mizore me gratë. Do të përbuznin, s'do të pranonin askund. Doja të kishe një jetë të qetë. Por ti më ndërtove një jetë mbi gënjeshtër", u përgjigj Elira. "Dhe tani çdo guri asaj jete po bie." Në darkë, Agroni qëndroi gjatë në verandë, i heshtur. Kur Elira ju afrua, ai foli me zë të ulët. "E di që nuk jam babai yt i gjakut, por të rrita, të mësova, të mblodha nga lotët. Nëse s'më do më si baba, të kuptoj, por dije që për mua, ti e gjithmonë bija ime." Fjalët e tij e goditën fort. Ishte e hutuar. E donte për atë që kishte bërë për të, por s'mund të mohonte se e vërteta kishte krijuar një ndarje të thellë. Ajo e kuptoi se nuk mund të qëndronte më aty. Duhej të largohej për pak kohë, të gjente veten larg syve dhe gjykimeve. Një mëngjes, mori çantën dhe u nis për në qytet, për të filluar universitetin, por në të vërtetë, për të nisur jetën e saj të re, me identitetin që sapo kishte zbuluar. Rruga e faljes. Në qytet, Elira ndjeu për herë të parë ajrin e lirisë. Askush nuk e njihte, askush nuk e gjykonte. Në fillim, ndjente boshllëk, një plag që s'po shërohej. Mbrëmjeve, kur shikonte studentët që flisnin për familjet e tyre me dashuri, ajo ndjehej si një jetime me dy baballar dhe asnjë paqe në shpirt. Një ditë, profesori i filozofisë, duke folur për të vërtetën, tha: "E vërteta nuk është armiku ynë, por drita që na tregon plagët. Pa e parë plagën, s'mund ta shërosh." Fjalët ju ngulitën në mendje. Ajo filloi të kuptonte se për të shëruar shpirtin, duhet të pranonte gjithçka. Jo vetëm dashurinë e fshehtë që e solli në jetë, por edhe sakrificën e nënës dhe heshtjen e babait që e rriti. Pas disa javësh, vendosi të kthehej në fshat për të përballur, jo për të gjykuar. Kur hyri në shtëpi, Linda po qante në kuzhinë. Agroni rrinte në verandë, me shikim të lodhur. Elira u afrua, i përqafoi të dy dhe tha: "Kam kuptuar që dashuria juaj për mua ka qenë gjithmonë e vërtetë, edhe pse e mbuluar me heshtje. Si u gjykoj më? Ju fal, ju dua të dyve." Në sytë e Lindës u shfaqën lot lehtësimi. "Zemra ime, ti e bekimi im më i madh, edhe pse u linda në faj." Agroni e shtrëngoi fort në kraharor. "Nuk ka rëndësi kush të solli në jetë, rëndësi ka kush të qëndroj pranë. Ti e vajza ime." Më pas, Elira shkoi edhe te shtëpia e besimit. Ai, kur e pa në derë, u step. Ajo i tha me qetësi: "E di kush je për mua. Dhe të fal, babi. Të fal për heshtjen, për frikën, për dashurinë që se more dot. S'dua të jetoj me urrejtje." Besimi shpërtheu në lot, e përqafoi, dhe pas shumë vitesh, ajo ndjeu për herë të parë se kishte një baba që e donte hapur. Në mbrëmje, Elira qëndroi nën qiellin e yjeve, në oborrin e shtëpisë ku kishte lindur. E kuptoi se identiteti i saj nuk përcaktohej nga mëkatet e të tjerëve, por nga forca e saj për të falur dhe për të ecur përpara. Sekreti kishte ndarë një familje, por dashuria dhe falja mund ta bashkonin sërish. Të jetosh me të vërtetën. Pas pajtimit me familjen, Elira u kthye në qytet për të vazhduar studimet, por këtë herë jo si vajza që ikte për të fshehur, por si një grua që kishte pranuar rënjet e saj. Në fillim, përpiqej të mos fliste për të kaluarën, por çdo natë, kur mbyllte syt, e shihte nënën, Agronin dhe Besimin në ëndra. 3 njerëz që e donin, por që dashuria e tyre ishte ngatëruar në një rjet faji dhe heshtjeje. Për të mos e mbajtur mëdhimbjen brenda, nisi të shkruante. Në fillim, në një fletore të vogël, rrëfente çdo kujtim, çdo ndjenjë, çdo plag. Shkrimi u bë shërim. Një ditë, profesori i saj letërsisë i kërkoi të sillte një ese personale me temë "E vërteta ime". Ajo që shkroi,
tronditi gjithë auditorin. Me guxim, tregoi historinë e saj. Vajzën që zbuloi se babai i saj ishte xhaxhai, nënën që kishte dashuruar në fshehtësi, dhe një familje që jetoi me heshtje për të mbjetuar në një shoqëri që se falte dot mëkatin. Pas leximit, Salla ra në heshtje. Një vajzë në rreshtin e parë u ngrit dhe tha me lot në sy: "Edhe unë kam jetuar me një sekret. Ke folur për ne të gjithë që kemi heshtur." Elira e kuptoi se historia e saj nuk ishte vetëm e saj. Ishte historia e shumë vajzave, nënave dhe familjeve që mbartin mëkate të huaja si barë. Dhe ndjeu për herë të parë se dhimbja e saj kishte marrë kuptim. Në mbrëmje, ajo i telefonoi nënës. "Mami, kam vendosur të shkruaj librin tim. Dua që bota të di që e vërteta, edhe kur dhemb, është e vetmja rrugë drejt paqes." Linda u emocionua. "Bëje, bi. Mos ki frikë nga gjykimi. Njerëzit gjithmonë flasin, por vetëm e vërteta mbetet. Rënjet që nuk fshihen." Elira nisi të shkruante librin me titull Bie heshtjes, ku tregonte çdo detaj të jetës së saj, jo për të turpëruar, por për të çliruar. Në çdo faqe, ajo ndërthuri dashurinë, tradhtinë, sakrificën dhe faljen. Kur përfundoi kapitullin për nënën, ndaloi dhe qau gjatë. Ti nuk ishe mëkatare, ishe grua që donte të jetonte. Dhe në këtë botë, gratë që duan, shpesh ndëshkohen. Libri mori vëmendje. Njerëz nga e gjithë Shqipëria nisën t'i shkruanin. Historia jote më dha kurajo. Kam jetuar me një sekret si yti dhe tani dua të flas. Elira u ftua në një emision televiziv për të folur për librin. Moderatorja e pyeti: "Çfarë do t'u thuash njerëzve që jetojnë me të fshehta të tilla?" Ajo buzëqeshi me lot në sy. "Mos u friksoni nga e vërteta. Ajo nuk shkatëron, vetëm ndriçon atë që ishte errësuar. Falja është fuqia më e madhe që kemi." Kur u kthye në fshat për pushime, njerëzit që dikur e gjykonin, tani e përshëndesnin me respekt. Një grua e moshuar ju afrua në rrugë dhe i tha: "Bi, të gjithë kemi mëkate në shtëpi. Ti pate guximin të flasësh. Zoti të bekoft." Në shtëpi, Elira gjeti besimin duke lexuar librin e saj me lot në sy. Ai e shikoi dhe i tha: "Tani mund të vdes si qetë. Ti më dhe vend në jetën tënde, ashtu siç se pata kur më parë." Ajo e përqafoi fort dhe i tha: "Babai im nuk është më sekret, është dritë." Në mbrëmje, ndërsa shikonte qiellin me nënën dhe agronin pranë, Elira ndjeu se më në fund ishte plot. Ajo nuk ishte më vajza e mëkatit, por gruaja e së vërtetës. Ditët pas rrëfimit të lindës ishin të mbushura me heshtje të rëndë. Elira nuk dinte më si të fliste, si të sillej, si të jetonte. Çdo kujtim i fëmijërisë së saj tani duke i rem. Çdo buzëqeshje që kishte ndarë me agronin ishte bërë plag. Në netët e gjata, ajo rinte zgjuar, duke par tavanin dhe duke u përpjekur të kuptonte si kishte mundur nëna e saj të fshihte një sekret kaq të madh. "Si e ke përballuar gjithë këtë, nën?" pyeste me vete, me syt plot lot që nuk dinin të ndaleshin. Në mëngjes, nëna hynte në dhomë me një filxhan çaji, por vajza nuk e pranonte. Mes tyre kishte lindur një mur që as lotët nuk mund ta shemnin. Një ditë, Elira mori guximin dhe u nis drejt fshatit ku jetonte xhaxha i saj, Besimi. Zemra i rrihte fort, sikur çdo hap që bënte e çonte më pranë një të vërtete që ende nuk ishte gati ta përballonte. Kur mbërriti, ai po qëndronte në obor, me një shikim të lodhur dhe të trisht. Ai e njohu me një herë. "Elira", tha me zë të butë, por në sytë e tij u pa një ndjenje përzierë mes dashurisë dhe dhimbjes. Ajo nuk foli me një herë. "Pse, xhaxha? Pse askush nuk më tha? Pse më le të jetoj me një gënjeshtër?" pyeti me zë të dridhur. Besimi uli kokën. "Sepse kështu deshi jeta, bia ime, dhe unë nuk kisha forcë të përmbysja gjithçka. Doja të mbroja, por ndoshta të lëndova më shumë." Ai nisi t'i tregoj gjithçka. Si kishte dashuruar lindën para martesës së saj me agronin, si ishin ndarë për shkak të një marrëveshje familjare dhe si një natë, para se ajo të martohej, ishin takuar për herë të fundit, një moment që kishte ndryshuar përgjithmonë jetën e tyre. Kur Linda kishte zbuluar shtatzënin,
Familja kishte vendosur ta martonte menjëherë me Agronin për të shmangur turpin. Elira ndjeu sikur toka I rëshiti nën këmbë. Ajo nuk dinte më kush ishte, çfarë ishte. Pra, unë jam fruti një dashurie të ndaluar, tha me një të qeshur të hidhur. Pasi u kthye në shtëpi, Elira ndjeu një zbrazti të madhe. Asgjë nuk kishte më kuptim. Babai që e kishte rritur nuk ishte babai I saj biologjik. Xhaxhai që e kishte parë gjithmonë me dashuri të veçantë, tani rezultonte të ishte babai I saj I vërtet. Ajo filloi të izolohej. Miqtë e saj vërenin ndryshimin, por ajo nuk u tregonte asgjë. Brenda saj ndodhej një luftë që askush nuk mund ta kuptonte. Nëna e shikonte çdo ditë me lot në sy. Të dua, bija ime. E di që më uren, por gjithçka që bëra, e bëra për ty. Elira nuk fliste. Derisa një mbrëmje, pas shumë ditësh heshtjeje, ul përballë saj dhe tha: "Nën, nuk mund ta ndryshoj të kaluarën, por duhet të më ndihmosh ta kuptoj. Kush jam unë në të vërtetë?" Linda I tregoi çdo detaj. Dashurinë që kishte ndjer për besimin, presionin e familjes, martesën me Agronin dhe sakrificën për ta mbajtur të fshehtë të vërtetën. E dija që një ditë kjo do të dilte në dritë, por nuk doja të humbisja. Elira u ngrit, e përqafoi dhe qau gjatë. Nuk mund të urej, sepse më dhe dashuri, por dua kohë. Dua ta gjej vetveten. Ditët që pasuan ishin fillimi I një udhëtimi të ri. Elira nisi terapi, filloi të shkruante në një ditar çdo ndjenjë, çdo mendim. Ngadalë, dhimbja nisi të kthehej në forcë. Një ditë, ajo vizitoi varrin e gjyshit të saj dhe foli me veten. Nuk jam faji I askujt. Jam e vërteta që askush nuk guxoi ta pranonte. Por unë do ta jetoj jetën time me dinjitet, jo me turp. Elira qëndronte para derës së dhomës së Agronit me duar që I dridheshin. Zemra I rrihte fort, si një daulle që paralajmëronte një luftë të brendshme. Për ditë të tëra kishte menduar për këtë moment, për përballjen me njeriu që e kishte rritur, e kishte mbrojtur, e kishte dashur si vajzën e vet, por që në të vërtetë nuk ishte babai I saj. Ajo trokiti lehtë. Agroni u ngrit nga karrigia, I befasuar nga prania e saj pas kaq ditësh heshtjeje. Elira, je mirë? Pyeti me zë të butë, me syt plot dhimbje. Ajo mori frym thellë. Nuk e di, babi ose, ndoshta nuk di më si të quaj. Agroni uli kokën. Ti gjithmonë do të jesh bija ime, s'ka rëndësi çfarë thot gjaku. Elira u ul përballë tij. E di që nuk është faji yt, por më thuaj, pse s'më tregove? Ti e dije. Ai heshti për pak qaste, pastaj u përgjigj me zë të ngjirur. Po e dija, që ditën që linda, e dija që nuk isha unë babai yt biologjik, por kur të pash në krahët e lindës, diçka ndryshoi në mua. Tu betova se do të ishe vajza ime, pa kushte, pa dallime. Sytë e ti u mbushën me lot. Nuk doja të plagosja. Doja që të ndiheshe e dashur, jo e braktisur. Elira qau. Nuk mund të urej, sepse ti më dhe gjithçka. Por ndjej dhimbje, babi, sepse jeta ime ishte ndërtuar mbi një sekret. Agroni I mori duart dhe I tha me një zë të butë. Nuk ka rëndësi kush të solli në jetë. Rëndësi ka kush qëndroi aty për ty, kur kishe nevojë. Dhe unë do jem aty, deri në frymën e fundit. Elira u përkul dhe e përqafoi fort. Ai e shtrëngoi në kraharor, sikur donte t'i shlyente me një përqafim të gjitha gënjeshtrat. Për herë të parë pas shumë ditësh, ajo ndjeu ngrohtësinë e një babai të vërtet, jo nga gjaku, por nga dashuria. Pas atij përqafimi, Elira ndjeu se një pjesë e barrës së saj ishte hequr, por kishte ende shumë për të bërë, shumë për të kuptuar. Ditët në vijim ajo vendosi të afrohej edhe me besimin, babain e saj biologjik. Nuk ishte e lehtë. Çdo takim me të ishte një përzierje emocionesh. Ndjenje kurioziteti, mall, por edhe zemërim për vite të humbura. Një pasdite, ata u takuan sërish. Besimi kishte sjell disa fotografi të vjetra, të rinisë së tij me Lindën. Doja të dije se gjithçka që ndodhi nga dashuria, I tha ai, por nuk kisha fuqi të luftoja kundër botës. Dhe u fsheha pas heshtjes.
E pranoj, gabova. Elira i mori fotografit dhe qeshi me hidhërim. Jeta ime është bërë si një roman i ndaluar, por ndoshta është koha ta shkruaj vetë fundin. Ata nisën të flisnin më shpesh, të njiheshin si baba e bi. Besimi e shoqëronte në ndonjë udhëtim të shkurtër, i tregonte për fëmijërinë e tij, për ëndrat që nuk i realizoi kurrë. Elira ndjente se ngadalë, brenda saj, po linte një ndjenjë e re, ajo e pranimit. Një mbrëmje, ajo u kthye në shtëpi dhe u ul në tavolinë me nënën dhe Agronin. Ishte hera e parë pas zbulimit të sekretit që darkonin bashk. Heshtja nuk ishte më e rëndë si dikur. Tani kishte vend për fjalë, për ndjes, për fillime të reja. Elira i pa të dy dhe tha, ju fal të dyve. Jo sepse ishte e lehtë, por sepse dua të jetoj pa urrejtje. Dua të jem e lirë. Linda shpërtheu në lot. Agroni i mori dorën, dhe për herë të parë që nga zbulimi të vërtetës, familja ndjeu një frymëmarrje të përbashkët. Jo më të fshehtë, jo më të frikësuar. Tani fillonte një kapitull i ri, ai së vërtetës, i faljes dhe i dashurisë së sinqertë. Kaluan disa javë që nga përballja e madhe. Elira po mësonte ngadalë si të jetonte me të vërtetën e re. Ishte një proces i dhimbshëm, por edhe çlirues. Për herë të parë në jetë, ajo ndjehej plotësisht e vetëdijshme për origjinën e saj, edhe pse e vërteta ishte e hidhur. Në fshat, fjala ishte përhapur. Njerëzit flisnin në përdyer, në rrugë, në treg. A e di kush është babai i Elirës? Jo Agroni, por Besimi. Përshpëritnin me ton gjykues. Disa e shikonin me mëshirë, disa me kureshtje, disa me përbuzje. Në fillim, Elira e ndjeu rënd këtë gjykim. Sa herë dilte në rrugë, ndjente syt mbi vete. Dëgjonte fjalë që e coptonin. Një fëmijë i turpit, një gabim i së kaluarës. Por me kalimin e ditëve, ajo kuptoi se turpi nuk ishte i saj. Nuk kishte zgjedhur ajo të linte. Nuk kishte zgjedhur ajo të jetonte në një gënjeshtër. Ishte thjesht një vajzë që po përpiqej të ndërtonte jetën e vet mbi rënojat e sekreteve të tjerëve. Një ditë, në kafenen e vogël të fshatit, një grua e moshuar i tha me një buzëqeshje. Mos i dëgjo ata, bi. Ne të gjithë kemi mëkate në shtëpitë tona, por vetëm disa kanë guximin të përballen me to. Fjalët e saj i ngrohën shpirtin. Elira filloi të ndjente se ndoshta historia e saj nuk ishte mallkim, por mësim. Një thirrje për të tjerët që jetonin me gënjeshtra, për të mos pasur frikë nga e vërteta. Ajo nisi të shkruante historinë e saj në një ditar, por këtë herë jo më si vajzë e lënduar, por si grua që po mësonte të falte. Me kalimin e kohës, Elira vendosi të largohej nga fshati dhe të shkonte në qytet për studime. Ishte një fillim i ri, larg syve gjykues, larg zërave që përshpëritnin. Në qytet, ajo gjeti qetësi. Filloi të studioj psikologji, ndoshta sepse donte të kuptonte dhimbjen e saj dhe të ndihmonte të tjerët si ajo. Në netët e gjata, ajo shkruante. Nuk ka mëkatar më të madh se ai që fsheh të vërtetën, por ka shpëtim për ata që guxojnë ta përballin. Një mbrëmje, ndërsa po lexonte një libër në bibliotek, ju afrua një djalë i ri, Arjani. Ai u bë shpejt shok i ngushtë. Me të, Elira ndjehej e lirë, sepse nuk kishte nevojë të fshihte asgjë. I tregoi të vërtetën e saj pa frikë. Arjani e dëgjoi me kujdes dhe i tha: Ti nuk je ajo që ndodhi përpara lindjes tënde. Ti je ajo që po zgjedh të bëhesh tani. Këto fjalë ishin si balsam për shpirtin e saj. Elira e kuptoi se dashuria e vërtet lind vetëm mbi të vërtetën. Ajo filloi të kthehej her pas here në fshat për të vizituar familjen. Marrëdhënia me Lindën ishte bërë më e fortë se kurrë. Me Agronin kishte dashuri e respekt, dhe me Besimin po ndërtonte ngadalë një lidhje prindërore. Nuk kishte më sekrete, nuk kishte më heshtje. Kishte vetëm të vërtetën hedhimshme, por e pastër. Në një nga shënimet e ditarit, Elira shkroi: Jeta më mësoi se e vërteta dhe dashuria janë plagë që dhembin, por shërojnë. Dhe unë nuk jam më fëmijë i turpit, jam dëshmia që dashuria, edhe kur ndalohet, lind diçka të bukur. Pas një viti në qytet, Elira u kthye në fshat ndryshe, më e pjekur, më e qetë, më e fortë.
Kishte mësuar të përballonte dhimbjen pa u thyer dhe të fliste për të vërtetën pa frikë. Në kthimin e saj, ajo vuri re se shumë vajza dhe gra ende jetonin në heshtje, të mbërthyera nga sekretet dhe turpi që shoqëria u impononte. Një pasdite, teksa po ndihmonte nënën me punët e shtëpisë, ajo tha: "Nën, nuk dua që historia ime të mbetet thjesht një plag. Dua ta kthej në forcë, në shembull për të tjerat." Linda e pa me sy të lagur. "Ti je më e guximshme se unë, Bi. Bëj atë që unë se pata kur forcën të bëja." Kështu, Elira nisi të organizoj takime me gratë e fshatit. Në fillim, vinin pak nga frika, nga turpi, nga paragjykimi, por me kalimin e kohës, ato filluan të flisnin. Për martesat e detyruara, për sekretet e dhimbshme, për dashuritë e ndaluara, për fëmijët që mbeteshin në errësirë. Elira dëgjonte, qante me to, por edhe I mësonte të falnin. Në një nga takimet, një grua e re I tha: "Historia jote më dha kuraj të mos e fsheh më të kaluarën time. Tani mund të shikoj vajzën time në sy pa ndjenjën e turpit." Në ato fjalë, Elira ndjeu kuptimin e jetës së saj. Dhimbja e saj nuk kishte qenë kot. Ajo po bëhej zëri I atyre që nuk mund të flisnin. Media lokale e mori vesh nismën e saj. E ftuan në një intervistë dhe Elira foli hapur për historinë e saj. "Nuk fshehu asgjë. E vërteta nuk është turp," tha ajo. "Turp është të fshehim dashurinë, të mbyllim syt ndaj padrejtësisë, të gjykojmë pa njohur historinë e tjetrit." Fjalët e saj prekën zemrat e shumë njerëzve. Nga një vajzë që kishte qenë sekreti I turpit, ajo po kthehej në një simbol të guximit. Në muaj që pasuan, Elira themeloi një qendër të vogël këshillimi për vajzat dhe nënat e fshatrave përreth. E quajti drita e së vërtetës. Aty vinin gra që kishin mbajtur të fshehta për dekada, vajza që kishin frikë të flisnin për dashuritë e tyre, nëna që kishin humbur shpresën. Elira I priste me buzëqeshje dhe u tregonte historinë e saj. "Kam qenë si ju. Kam jetuar me heshtjen, me turpin, me frikën, por sot jam gjallë sepse guxova të përballem me të vërtetën." Në një mbledhje të madhe që organizoi në qendër, morën pjesë edhe Agroni dhe Besimi. Ata qëndronin në rreshtin e parë, pra njëri tjetrit, me krenari në sy. Kur Elira doli përpara dhe foli për faljen, për dashurinë, për shërimin, salla u ngrit në këmbë. Ajo tha: "Kam dy baballar, një që më dha jetën dhe një që më mësoi që është dashuria pa kushte. Kam një nën që gaboi, por që më deshi më shumë se çdo gjë. Dhe sot, kam një familje të vërtetë, jo perfekte, por të ndershme." Në fund të fjalimit, ajo pa drejt nënës, drejt Agronit dhe drejt Besimit dhe u përlot: "Faleminderit që më dhat guximin të jem unë. E vërteta ime është dhimbja ime, por edhe forca ime." Fshati filloi ta shihte ndryshe. Tani ajo nuk ishte më vajza e sekretit, por vajza e së vërtetës. Historia e saj u përhap dhe shumë të rinj ndoqën shembullin e saj për të jetuar me guxim, për të mos u fshehur më. Në mbrëmjen e fundit para se të kthehej në qytet, Elira u ul në verandë, nën dritën e hënës, dhe shkroi në ditar: "Të jetosh me të vërtetën është dhimbje, por të jetosh me gënjeshtrën është vdekje e ngadaltë. Unë zgjodha jetën." Pas themelimit të qendrës Drita e së Vërtetës, jeta e Elirës mori një kthes të re. Ajo filloi të ftohej në shkolla, organizata dhe televizione për të folur për historinë e saj. Çdo herë që tregonte të kaluarën, ajo ndjente dhimbje, por edhe forcë. Ishte sikur plagët e saj hapeshin për të shëruar plotësisht në dritë. Një ditë, gjatë një seminari në një shkollë të mesme, një vajzë u ngrit dhe I tha: "Kam mbajtur një sekret për vite të tëra. Historia jote më dha guximin të flas me prindërit e mi." Në atë moment, Elira kuptoi se misioni I saj nuk ishte më thjesht personal, ishte shndërruar në një thirrje për shoqërinë. Ajo nisi të shkruaj librin e saj. Netëve të gjata, përpara një dritare të vogël, ajo shkruante çdo ndjenjë, çdo kujtim, çdo lot që kishte derdhur ndër vite. Libri do të quhej E vërteta që më lindi. Në faqet e tij, ajo nuk fshehu asgjë, as dhimbjen, as turpin, as gabimet e prindërve, por mbi të gjitha, shkroi për faljen dhe dashurinë. Kur libri doli në treg,
u bë shpejt i njohur. Shumë njerëz ndjenin se gjenin veten në historinë e saj. Gazetat shkruan, nga vajze turpit në zë i shpresës. Një gazetar e pyeti, si ke mundur të falësh, Elira? Ajo u përgjigj, sepse dashuria është më e fortë se gjaku. Dhe vërteta, edhe pse e dhimbshme, të jep krah. Me kalimin e viteve, qendra e saj u rrit. Elira krijoi një ekip këshilltarësh, psikologësh dhe aktivistësh që ndihmonin gra dhe vajza nga e gjithë Shqipëria. Në çdo cep të vendit kishte dikë që e njihte historinë e saj dhe gjente forcë për të folur. Në një ceremoni kombëtare për të drejtat e grave, ajo mori një çmim për guximin dhe ndikimin shoqëror. Në podium, përballë qindra njerëzve, ajo tha, nuk jam heroin. Jam thjesht një vajzë që refuzoi të mbetej viktimë e heshtjes. Secili prej nesh ka një të vërtetë që meriton të dëgjohet. Pas ceremonisë, Elira mori një mesazh në telefon nga një numër i panjohur. Ishte një vajzë e re që i shkruante. Faleminderit. Doja të hiqja dorë nga jeta, por libri yt më shpëtoi. Elira qau gjatë atë natë. Kuptoi se dhimbja e saj kishte marrë kuptim. Ajo nuk ishte lindur për të fshehur, por për të ndriçuar rrugën e të tjerëve. Ndërkohë, marrëdhënia me prindërit ishte bërë më e thellë se kurrë. Agroni e vizitonte shpesh dhe ndihmonte me qendrën, ndërsa Besimi sillte letra që shkruante për të letra të ndjera, plot ndjes, që ajo i ruante si thesare. Nëna e saj, Linda, ishte kthyer në mbështetjen më të madhe. Ato tani flisnin hapur për gjithçka. Një mbrëmje, ndërsa shikonin perëndimin bashk, Linda i tha, kam jetuar me frikë gjithë jetën, por ti më mësove të mos e kem më. Faleminderit që më shëlbove edhe mua. Elira buzëqeshi dhe u mbështet në supin e saj. Nën, tani jemi të lira. Elira qëndroi me letrën në dorë për minuta të tëra. Duart i dridheshin, zemra i rrihte fort. Çdo fjalë dukej si një goditje në shpirt. Ajo është vajza ime, fjalia i kumbonte në vesh si një jehon që nuk pushonte. Tani gjithçka merrte kuptim. Mënyra si Xhaxha e shihte gjithmonë me një dashuri të pazakontë, si nënë shmangte çdo bisedë për të shkuarën, dhe si babai i Rem Agroni përpiqej t'i mbushte boshllokun me përkujdesje. Ajo ndjeu se nuk mund të rinte më në heshtje. Vendosi të përballej me Besimin, jo si me një Xhaxha, por si me njeriun që i kishte fshehur identitetin e saj të vërtetë. Të nesërmen, shkoi në shtëpinë e tij. Ai u habit kur e pa në derë, por fytyra e saj e ftohtë tregonte se kjo s'ishte një vizitë e zakonshme. Dua të flasim, tha ajo me një ton të prerë. Besimi uli kokën, sikur ta dinte çfarë po e priste. E di, përshpëriti. E ke gjetur letrën, apo jo? Ajo nuk foli me njëherë. E pa drejt në sy. Pse, Xhaxh, ose ndoshta duhet të quaj baba? Pse më fshehet të vërtetën gjithë këto vite? Besimi u ul në karrige dhe syt ju mbushën me lot. Ishte mëkati im, Elira. Gabimi im dhe i nënës sate. Ne ishim të rinj, të hutuar, të ndaluar nga familjet tona. Askush s'do ta pranonte dashurinë tonë. U detyruam të fshinim gjithçka, dhe kur t'i erdhe në jetë, vendosëm që Agroni, vëllai im, të rritej si vajzën e vet, që të mos turpëroheshim, që të mos na fliste bota. Elira ndjeu një therje në kraharor. Pra, unë jam fryti një dashurie të ndaluar. Një sekret për t'u mbajtur i fshehtë. Besimi u ngrit dhe ju afrua. Jo, bia ime. Ti je fryti dashurisë më të madhe që kam njohur ndonjëherë. Por bota nuk ishte gati për ne. Ajo e dëgjoi, por syti mbeti të mbushur me lot. Ishte shumë për ta përtypur në një ditë. Pas takimit me Besimin, Elira u kthye në shtëpi e tronditur. Në dhomën e saj, ajo u përplas mbi shtrat dhe shpërtheu në lot. Tani e dinte të vërtetën, por ndjehej më e vetmuar se kurrë. Kush ishte ajo në të vërtetë? Një vajzë pa baba të vërtetë, pa rënje, pa identitet. Në atë natë të gjatë, ajo mori një vendim. Nuk do të jetonte më me gënjeshtra. Do ta përballonte gjithçka, edhe nëse duhej të digjte urat me të kaluarën. Në mëngjes, thiri nënën dhe Agronin në kuzhinë. E di gjithçka, tha ajo me zë të fortë. E di që Besimi është babai im i vërtet.
Dua që ta pranojmë të gjithë. Nuk dua më heshtje, nuk dua më gënjeshtra. Linda u mbështet në mur, fytyra ju zbe. Elira, e bëm për të mbrojtur. Nuk doje të jetoje me njollën e një dashurie të ndaluar. Nuk ka turp në të vërtetën, nën. Turp është të jetosh me gënjeshtra. Agroni uli kokën, i lënduar. Unë të dua njësoj, Elira. Edhe pse s'jam babai yt biologjik, ti e bia ime në çdo kuptim. Fjalët e tij e prekën thellë. Në mes të gjithë rëmujës, ajo kuptoi se dashuria nuk lidhet vetëm me gjakun, por me kujdesin dhe përkushtimin. Megjithatë, plagët e së shkuarës nuk shëroheshin lehtë. Elira vendosi të largohej për pak kohë, të gjente veten, të kuptonte kush ishte në të vërtetë, e të ndërtonte jetën mbi themele të reja, pa sekrete. Elira u largua nga shtëpia herët në mëngjes, me një valigje të vogël dhe zemrën plot plag. Nuk i tha askujt se ku do shkonte. Kishte nevojë për ajër, për qetësi, për një vend ku të mos e ndiqnin zërat e së shkuarës. Autobusi që mori e çoi drejt qytetit ku askush nuk e njihte. Aty, në një dhomë të vogël me qira, ajo nisi një kapitull të ri të jetës. Çdo natë, teksa shihte dritat e qytetit nga dritarja, i vinin ndërmend fjalët e besimit. Ti e fryti dashurisë më të madhe, por çfarë vlere kishte dashuria që duhej fshehur? Ditët e para i kaloi duke menduar, duke shkruar në një ditar çdo ndjenjë që e mbyste. Kush jam unë? Pyeste veten shpesh. Ishte rritur nga një baba që s'ishte i saj, e lindur nga një dashuri që s'duhet të ekzistonte, e fshehur pas një gënjeshtre që i kishte ndërtuar jetën. Por mes gjithë dhimbjes, ndjente edhe një forcë të re që po linte brenda saj. Dëshirën për të çliruar nga turpi që se kishte krijuar vetë. Një pasdite, teksa pinte kafe në një librari të vogël, njohu Arbenin, një djalë i qetë, me sy të thellë, që punonte si psikolog. Ata filluan të flisnin, dhe për herë të parë, Elira ndjeu se mund të hapte zemrën. Ai e dëgjoi me kujdes, pa e gjykuar, dhe i tha diçka që se kishte dëgjuar kurrë. Sekretet e prindërve nuk janë faji yt. Ti nuk je pasojë, Elira. Ti je vetë fillimi yt. Këto fjalë i ndezën një dritë të re në shpirt. Ajo kuptoi se duhej të falte, jo për të harruar të shkuarën, por për të mos e lejuar të shkatëronte të ardhmen e saj. Ditët kaluan dhe Elira filloi të ndihej më e fortë. Nisi të punonte në një bibliotekë dhe u regjistrua në një kurs shkrimi. Çdo fjali që shkruante ishte një hap drejt çlirimit, një mënyrë për të shëruar plagët që nuk shiheshin. Arbeni qëndronte pranë saj, e ndihmonte të kuptonte se dashuria e vërtet nuk lind nga gjaku, por nga prania dhe mirëkuptimi. Një mbrëmje, ndërsa shëtisnin buzë lumit, Elira i tha: "Tani e di kush jam. Jam vajza e një dashurie të ndaluar, por edhe një burri që më rriti me zemër. Dhe unë do të jem një grua që s'ka frikë nga e vërteta." Arbeni buzëqeshi. Kjo është forca jote. Tani që e di kush je, askush s'mund të rrëzoj më. Elira vendosi të kthehej për një vizitë në fshat. Jo për t'u rikthyer, por për t'u përballur me të kaluarën me dinjitet. Kur hyri në shtëpi, nëna e priti me lot, Agroni e përqafoi fort, dhe edhe Besimi qëndroi në heshtje, me fytyrën e mbushur me pendes. "Nuk kam më urrejtje," tha Elira me zë të butë. "Vetëm e vërteta mund të na shpëtojë. Dhe unë dua të jetoj në dritë, jo më në hije." Ata u përqafuan të tre. Lotët e tyre nuk ishin më të dhimbjes, por të çlirimit. Sekreti më në fund kishte dalë në dritë. Dhe Elira, për herë të parë në jetë, ndjeu se po merrte frymë lirisht. Elira e ndjeu se kthimi në fshat ishte një provë e madhe, një ballafaqim me hijet e së shkuarës. Në rrugicat ku kishte kaluar fëmijërinë, tani ndjente vështrime kurioztare e zëra që përshpëritnin. Sekreti që kishte qenë i fshehur për më shumë se 20 vjet, tashmë ishte bërë temë për çdo bisedë. "E ke dëgjuar?" Vajza që mendonte se kishte një baba, doli të ishte tjetrit, thoshin gratë në rrugë. Elira e dëgjonte, por nuk e ulte kokën. Tani ajo ishte ndryshe. Nuk ishte më ajo vajza e friksuar që kërkonte të fshihej. Ishte një grua që e dinte kush ishte, dhe e vërteta nuk e trondiste më. Një ditë, ndërsa kalonte para kishës, prifti i fshatit e ndaloi.
Elira, e di që njerëzit flasin, por Zoti i di zemrat. Ti nuk je fajtore për mëkatet e të tjerëve. Mos e lejo askënd të gjykoj për diçka që nuk e ke zgjedhur vetë. Fjalët e tij i dhan forcë. Ajo kuptoi se e vërteta, sado e rënd, është gjithmonë më e lehtë për të mbajtur se sa gënjeshtra. Në mbrëmje, nëna e saj e gjeti duke parë yjet. Më fal, bija ime. Elira ja mori duart me butësi. Të kam falur, nën. Tani dua vetëm paqe. Dhe dua që edhe ti të gjesh qetësinë. Në ditët që pasuan, Elira nisi të fliste hapur me njerëzit e fshatit. Në vend që të shmangej, ajo përballonte çdo pyetje, çdo sy kureshtar. Po, është e vërtet, thoshte me qetësi. Por kjo s'do të thotë që unë jam më pak vajzë, më pak njeri. Ngadalë, njerëzit filluan ta shohin ndryshe. Disa e admiruan për guximin, të tjerë u penduan për thashethemet. Në një mbledhje të vogël në shkollë, ku ajo ftohej për të folur për përvojën e saj, Elira u shpreh me zemër. E vërteta mund të na dëmtoj për një kohë, por gënjeshtra na shkatëron për jetë. Mos mbani sekrete që prishin jetët e fëmijëve tuaj. Ata meritojnë të dinë kush janë. Fjalët e saj preknin zemra. Pas asaj dite, shumë nëna e baballar që kishin fshehje të ngjashme, filluan të mendojnë ndryshe. Elira ishte bërë shembull guximi, jo pse s'kishte frikë, por sepse e përballoi frikën me dinjitet. Në mbrëmje, i shkroi një letër besimit. Të fal, baba. Jo sepse më dhe gjithçka, por sepse më mësove që dashuria s'mund të rrijë në errësirë. Dua që ta jetojmë këtë të vërtet pa frikë. Dua të njoh, ashtu siç jam. Pas disa javësh, Besimi e ftoi Elirën për një darkë në shtëpinë e tij. Ishte hera e parë që ajo shkonte aty si vajzë, jo si mbes. Ai kishte përgatitur ushqimin që ajo pëlqente në fëmijëri, dhe kur e pa të hynte në derë, syt i mbushën me lot. Nuk e meritova këtë mundësi, i tha, por dua ta shfrytëzoj për të ndërtuar një marrëdhënie të vërtetë, pa mëkate e pa frikë. Elira ju afrua dhe e përqafoi ngadalë. Bab, s'kemi më pse të fshihemi. E shkuara nuk ndryshon, por e ardhmja është në duart tona. Nga ajo natë, ata filluan ta rindërtonin marrëdhënien, hap pas hapi. Elira mësoi historinë e dashurisë së prindërve të saj. Një histori që dikur ishte mëkat, por që tani po kthehej në një dëshmi dashurie e durimi. Në zemrën e saj kishte ende plag, por kishte edhe dritë. Ajo e dinte se çdo vuajtje kishte një qëllim. Ta çonte drejt të vërtetës, drejt vetes, drejt lirisë. Elira tashmë ndihej më e fortë se kurrë. Marrëdhënia me Besimin kishte marrë një rrjetë të natyrshme. Ajo nuk ishte më një sekret i fshehur, por vajza e tij, me të cilin mund të fliste pa frikë dhe me dashuri. Agroni dhe nëna e saj e pranonin këtë realitet, dhe mbështetja e tyre e bënte jetën më të lehtë. Një ditë, teksa shëtiste në qytet me Arbenin, ajo ndjeu një dëshirë të fortë për të shkruar historinë e saj. Duhet ta tregoj, Arben, i tha. Historinë tënde, pyeti ai. Po, nuk është vetëm historia ime. Është për të gjithë ata që kanë jetuar me sekrete dhe frikë, për ata që nuk kanë pasur guxim të flasin. Ajo filloi të shkruante me pasion çdo ndjenjë, çdo moment dhimbjeje dhe çdo përjetim të fshehur. Librin e quajti E vërteta që na lindi, duke e parë si një mënyrë për të ndihmuar të tjerët që të kuptojnë fuqinë e të vërtetës. Ditët e para të botimit ishin të vështira. Shumë lexuese gjykonin historinë, disa e lavdëronin, të tjerë kritikonin për guximin e saj. Por Elira nuk u ndal. Çdo mesazh, çdo letër që merrte nga vajza dhe djemtërinë që u frymëzuan nga historia e saj, i jepte forcë për të vazhduar. Në një intervistë televizive kombëtare, ajo foli hapur. Sekretet na shkatërrojnë, por e vërteta na shpëton. Jam rritur duke jetuar një jetë të ndarë, por sot kam kuptuar se vetëm duke përballuar të kaluarën mund të ndërtojmë të ardhmen. Fjalët e saj u përhapën në të gjithë vendin. Elira ishte bërë simboli guximit, dhe qendra e saj, drita e së vërtetës, filloi të priste më shumë vajza dhe gra që kërkonin këshill dhe mbështetje. Pjesa 26. Një mbrëmje, ndërsa po shikonte qytetin nga balkoni i apartamentit të saj, Elira ndjeu një qetësi të re. Arbeni qëndronte pranë saj,
duke e përqafuar lehtë. "Çfarë ndjen tani?" e pyeti ai. "Liri," i tha ajo. "Nuk kam më frikë nga e shkuara, nuk kam më turp, nuk kam më sekrete. Kam vetëm të vërtetën time dhe dashurinë që na lidh me njerëzit që duhen." Ajo kuptoi se çdo hap i dhimbshëm që kishte marrë nga fëmijëria e deri në këtë moment e kishte formuar, e kishte forcuar dhe e kishte bërë të vetëdijshme se identiteti nuk përcaktohet nga gjaku, por nga guximi për të përballuar të vërtetën. Elira vendosi të kthehej shpesh në fshat, jo për të jetuar aty, por për të ndihmuar të tjerët që të mos jetonin në errësirë. Historia e saj ishte bërë një urë për brezat e rinj, një dritë që mund të tregonte se dashuria dhe e vërteta mund të shpëtojnë shpirtin, pavarësisht plagëve të së shkuarës. Elira tani ishte e vendosur të zgjerojë veprimin e saj. Qendra drita e së vërtetës filloi të priste më shumë vajza nga qyteti dhe fshatrat përreth. Ajo organizonte takime të hapura ku vajzat flisnin për frikën, turpin dhe sekretet që kishin mbajtur gjatë gjithë jetës. "Nuk ka më fshehtësi që të shkatërroj shpirtin," u thoshte Elira me zë të qetë, por të vendosur. "Vetëm duke folur mund të çliroheni." Arbeni ishte gjithmonë pranë saj, duke i dhënë mbështetje morale dhe duke ndihmuar në organizimin e aktiviteteve. Ai e njihte shpirtin e saj të guximshëm dhe i frymëzonte besim të ri çdo ditë. Në fshat, njerëzit filluan ta shihnin me respekt të ri. Shumë ende folën për të nëpër bisede, por tani zërat nuk ishin më të mbushur me paragjykime, por me kuriozitet dhe kureshtje. Një ditë, një vajzë e re erdhi në qendrën e saj duke qarë. "Nuk di si të jetoj më," tha ajo. "Fëmijëria ime ishte e mbushur me sekrete dhe dhimbje." Elira e mori dorën dhe e shikoi në sy. "Ti nuk je fajtore për të kaluarën tënde. Tani e këtu, dhe kjo është mundësia jote për të filluar përsëri. Nuk ka turp në të vërtetën, vetëm forcë." Vajza filloi të qante më pak, ndërsa Elira vazhdoi. "Çdo hap i vogël drejt të vërtetës është një hap drejt lirisë. Mos e fsheh më veten. Ti je më e fortë se çdo sekret që ke mbajtur." Ky ishte momenti që Elira kuptoi se puna e saj nuk ishte thjesht personale. Ajo po ndihmonte një komunitet të tërë të përballet me plagët e fshehura. Në qytet, një festival kulturor e ftoi të mbante një fjalim. Ajo foli për eksperiencën e saj, për dhimbjen, sekretet dhe fuqinë e të vërtetës. "Kur të rritemi, mësojmë shumë gjëra nga të tjerët," tha ajo, "por ndonjëherë mësojmë më shumë nga e vërteta jonë, edhe kur dhemb." Fjala e saj u shpërnda menjëherë. Shumë gazeta dhe revista e portretizuan si simbol të guximit dhe inspirimit. Mes publikut, vajzat e reja I qanin lot gëzimi, duke ndjerë se nuk ishin më vetëm në dhimbjen e tyre. Elira kuptoi se çdo sakrificë, çdo përballje me të kaluarën dhe çdo lot kishte një kuptim. Historia e saj po bëhej një dritë për të tjerët, një mesazh se dashuria dhe e vërteta mund të shërojnë çdo plagë. Pas festivalit kulturor, jeta e Elirës mori një ritëm të ri. Një pjesë e komunitetit e mbështeste, por një tjetër pjesë konservatore ende nuk e pranonte hapur. Ata e shihnin si vajzën që sfidoi rregullat e vjetra dhe traditat e fshatit. Por Elira nuk trembej më. Për herë të parë ndihej se kishte kontroll mbi historinë e saj dhe mbi mënyrën si jetonte jetën. Arbeni ishte gjithmonë pranë saj, duke I mbushur ditët me ngrohtësi dhe siguri. Ata nisën të planifikonin projekte të reja për qendrën, duke zgjeruar ndihmën edhe për djemt që përballeshin me fshehje dhe paragjykime. Një pasdite, një grup të rinj nga fshati I kërkoi takim. Ata donin të flisnin për sekretet që kishin mbajtur për familjet e tyre, për dhimbjet që nuk I kishin ndarë me askënd. Elira I dëgjoi me vëmendje dhe u dha këshilla të sinqerta. Një sekreti I mbajtur I fshehur nuk e mbrojt askënd. Vetëm të folurit dhe përballja me të vërtetën ju bën më të fortë. Pjesa 31. Një mbrëmje, Elira dhe Arbeni vendosën të shëtisnin buzë lumit. U ulën në barin e gjelbër dhe shikuan reflektimin e yjeve në ujë. "Ndihem e lodhur," tha Elira, por edhe e çliruar. "Nuk më tremb asgjë më. Nuk ka fshehtësi që të mund të më mbaj peng." Arbeni e mori dorën dhe e shikoi në sy. "Kjo është fuqia jote, Elira. Tani që e di kush je dhe çfarë ke kaluar, askush nuk mund të të rrëzoj."
Ti e kontrollon historinë tënde. Ata u përqafuan dhe për herë të parë, pa frikë, ndje një qetësi që vinte nga pranimi i plotë së shkuarës dhe dashurisë së tyre. Ditët kaluan dhe qendra u rrit. Tani kishte hapur edhe një degë për psikolog dhe këshilltar të rinj që punonin për të ndihmuar të rinjtë e fshatit dhe qytetit. Elira ndihej e lumtur, por dhe sfidat nuk mungonin. Një pjesë e komunitetit e sfidonte publikisht, duke thënë se ajo po shkatëronte traditat dhe vlerat e vjetra. Por Elira e dinte se ndryshimi kërkon guxim. Ajo organizoi një takim të hapur ku i ftoi të gjithë, mbështetës dhe kritik. Nuk jam këtu për të dhunuar askënd, tha ajo, por për t'i treguar të rinjve se e vërteta dhe dashuria janë më të forta se frika dhe paragjykimi. Për herë të parë, shumë njerëz nga komuniteti filluan të kuptonin mesazhin e saj. Historia e një vajze që kishte përballuar një sekret të madh, po shndërrohej në një histori që mund të ndryshonte mentalitetin e fshatit dhe qytetit. Elira dhe Arbeni filluan të kalonin më shumë kohë së bashku, duke ndarë çdo moment të jetës. Përveç mbështetjes në qendrën e ndihmës, ata ndanin edhe ëndrat dhe frikrat e tyre. Arbeni e ndihmonte të kuptonte se çdo hap i bërë në drejtim të së vërtetës e kishte bërë më të fortë, dhe se dashuria që ndanin nuk kishte më frikë nga paragjykimet. Një ditë, ndërsa shëtisnin në rrugicat e qytetit, një grup të rinj shindaloi. Ata donin këshilla se si të përballonin fshehtësitë e familjeve të tyre dhe paragjykimet e shoqërisë. Elira e dëgjoi me durim dhe ua tregoi përvojën e saj, duke i nxitur të flisnin hapur dhe të mos ndieshin të turpëruar për të kaluarën. Një mbrëmje, pas një dite të gjatë në qendër, Elira dhe Arbeni u ulën në balkonin e apartamentit të saj. Qielli ishte i pastër dhe yjet ndriçonin si të ishin pranë tyre. Ndihem e lodhur nga të gjithë paragjykimet, por edhe krenare për atë që kemi arritur, tha Elira. Dhe do të arrim edhe më shumë, i tha Arbeni. Ti je zemra dhe drita e kësaj qendre. Pa ty, shumë njerëz nuk do të kishin shpresë. Elira ndjeu se çdo sfidë e kaluar kishte vlerë. Ajo kuptoi se forca e saj nuk vinte vetëm nga përballja me të kaluarën, por nga aftësia për të ndihmuar të tjerët që të gjendeshin, të kuptonin dhe të falnin. Në një event të organizuar për të rinjtë e qytetit, Elira mbajti një fjalim të veçantë. Secili nga ne ka një histori, tha ajo. Disa janë të dhimbshme, disa janë të fshehura, por çdo histori ka fuqi. Fuqi për të ndryshuar jetën tonë, për të ndihmuar të tjerët dhe për të krijuar një botë ku e vërteta nuk është frikë, por dritë. Publiku e përqafoi me duartrokitje. Vajza dhe djemtë të rinj që dikur kishin frikë të flisnin, tani ndiheshin të fuqizuar. Për Elirën, ky ishte momenti që çdo sakrificë, çdo lotë dhe çdo përballje me të kaluarën kishte kuptim. Historia e saj nuk ishte më vetëm e saj. Ishte një mesazh për gjithë shoqërinë. Jeta e Elirës filloi të merrte një intensitet të ri. Ndërsa qendra drita e së vërtetës po rritej, disa pjesëtar konservator të fshatit filluan të organizonin kritika publike dhe diskutime kundër saj. Ata mendonin se ajo po shkatëronte vlerat e traditës dhe po përhapte ide që nuk përputheshin me rregullat e vjetra. Por Elira nuk trembej. Ajo kishte mësuar se guximi nuk ishte mungesë frike, por aftësia për të përballuar frikën. Me Arbenin pranë, ajo vendosi të përgjigjej me dialog dhe edukim, jo me konflikt. Nuk është detyra jonë të dënojmë të kaluarën, i tha ajo ekipit të saj, por është detyra jonë të ndihmojmë ata që janë të humbur dhe të tregojmë se e vërteta dhe dashuria janë më të forta se paragjykimi. Një ditë, një grup të rinj nga fshati shkoi në qendër për të marrë këshilla dhe mbështetje. Ata ishin friksuar nga reagimet e të tjerëve, por Elira dhe Arbeni i pritën me ngrohtësi. Nuk jemi vetëm, u tha Elira. Çdo hap drejt të vërtetës është një hap drejt lirisë dhe forcës tuaj. Nuk ka turp në të folur, vetëm çlirimi nga fshehtësia. Kjo eksperiencë e bëri Elirën të kuptonte se përveç ndihmës direkte, ajo po krijonte një rrjet mbështetjeje që mund të ndryshonte mentalitetin e një komuniteti të tërë. Ishte momenti që historia e saj të shndërrohej në një dritë për brezat e rinj. Në mbrëmje, ndërsa shëtisnin buzë lumit, Elira ndjeu se një kapitull i ri po fillonte. Arbeni e mori dorën dhe shikoi në sy. Çfarë ndjen tani? E pyeti. Liri, tha ajo.
Kam mësuar se e vërteta nuk frikson, dhe dashuria nuk gjykohet. Kam kuptuar se forca jon qëndron në guximin për të përballuar çdo sfidë. Ata u përqafuan dhe për herë të parë nuk ndjen frikë nga e ardhmja. Përpara tyre ishte një horizont i hapur, plot mundësi për të ndihmuar të tjerët dhe për të ndërtuar jetën e tyre së bashku. Një mëngjes, kur Elira po organizonte një seminar për vajzat e reja në qendër, një grup prindërish konservator erdhi papritur. Ata kërkonin që ajo të ndalonte aktivitetin e saj dhe akuzuan për shkatërimin e vlerave tradicionale të familjes. Një tension i madh u krijua. Elira qëndroi e qetë dhe ju drejtua atyre me zë të fortë, por të qetë. Nuk jam këtu për të sulmuar askënd. Unë jam këtu për të ndihmuar të rinjt që të kuptojnë veten dhe të gjejnë forcën për të përballuar të vërtetën. Secili ka të drejtë të zgjedhë rrugën e tij, por nuk mund të pengojmë të tjerët të rriten dhe të çlirohen nga fshehtësitë që i shkatërrojnë. Arbeni qëndroi pranë saj dhe ndihmoi në menaxhimin e situatës, duke treguar se ata ishin një ekip i fortë dhe i vendosur. Pasi u larguan prindërit e zemëruar, Elira ndjeu një ngarkesë të madhe, por dhe një vendosmëri të re. Ishte e qartë se sfidat e vërteta nuk ishin vetëm të brendshme, por dhe shoqërore. Ajo vendosi të përdorte qendrën për të organizuar një seri ligjëratash për prindërit dhe komunitetin, ku tregoi rëndësia e përballimit të fshehtësive dhe fuqia e të vërtetës. Nuk është thjesht për vajzat, i tha Arbenit. Ky është një mësim për të gjithë komunitetin. Po, tha ai, dhe ata do ta kuptojnë me kohë. Elira e ndjeu se përmes dialogut dhe edukimit mund të krijonte një ndryshim të qëndrueshëm. Një javë më pas, në një event të madh të qendrës, shumë prindër dhe të rinj u mblodhen për të dëgjuar fjalimin e Elirës. Ajo foli për përvojën e saj personale, për fshehtësitë që kishin shkatëruar jetën e njerëzve dhe për fuqinë e të vërtetës. Çdo histori ka kuptim, tha ajo. Disa janë të dhimbshme, por përmes përballjes me të vërtetën, ne bëhemi më të fortë dhe më të lirë. Mes turmës, shumë sy u mbushën me lotë, jo nga dhimbja, por nga shpresa. Elira kuptoi se rruga e saj nuk ishte e lehtë, por çdo përpjekje kishte vlerë. Historia e saj po shndërrohej në një rrugë frymëzuese për të gjithë komunitetin. Elira filloi të ndjente një lodhje të brendshme nga sfidat e shumta që po përballonte. Menaxhimi i qendrës, pritja e vajzave dhe djemve të rinj, dhe përballja me kritikat e komunitetit kërkonin shumë energji, por ajo e dinte se çdo sakrificë kishte një qëllim. Një ditë, Arbeni e gjeti duke parë përmes dritares, menduar thellë. Po e ndjen se është shumë, apo jo? E pyeti ai. Po, pranoi ajo, por nuk mund të ndalem tani. Nuk mund të lejoj që frika e të tjerëve të ndaloj njerëzit të gjejnë lirinë e tyre. Arbeni i mori dorën dhe i tha. Nuk je vetëm. Çdo hap që merr, e merrim së bashku. Forca jote është dhe forca jon. Kjo e riktheu Elirën tek vendosmëria, dhe ajo vendosi të planifikonte një program të ri edukativ për qendrën, duke përfshirë edhe përfshirjen e prindërve konservator në dialog. Programi i ri filloi me një takim të hapur ku prindër dhe të rinj diskutuan hapur për sfidat dhe paragjykimet e tyre. Fillimisht kishte tension dhe mosbesim, por fjalët e Elirës dhe pranimi i Arbenit ndihmuan që të gjithë të ndiheshin më të sigurt. Të folurit nuk do t'ju shkatërroj, tha Elira. Përkundrazi, do t'ju jap fuqi. Sekretet mbajnë brenda vetëm frikë dhe dhimbje. Disa prindër filluan të kuptonin mesazhin dhe madje falënderuan Elirën për guximin dhe për kushtimin. Ishte një moment i vogël, por i rëndësishëm, që tregonte se ndryshimi në mentalitet mund të ndodhë, hap pas hapi. Në mbrëmje, Elira dhe Arbeni u ulën pranë lumit për të pushuar. Ishte një mbrëmje e qetë dhe yjet ndriçonin mbi ta. Ndihem e lodhur, por dhe e lumtur, tha ajo. Ky është ndryshimi, i tha Arbeni. Ndonjëherë ndryshimi kërkon shumë sakrifica, por vlera e tij ndihet më shumë kur sheh rezultatet. Ata përqafoheshin në heshtje, duke ndjerë se çdo sfidë, çdo moment i vështirë, kishte shërbyer për të forcuar marrëdhënien e tyre dhe për të ndihmuar të tjerët. Elira kuptoi se rruga e saj nuk kishte fund, por çdo hap i vogël i dërgonte drejt një të ardhmëje më të ndritur. Jo vetëm për veten, por për komunitetin që po ndihmonte. Elira qëndroi përballë qendrës drita e së vërtetës një mëngjes,
duke shikuar vajzat dhe djemt që hynin brenda me shpresë në sy. Zemra e saj ishte e mbushur me qetësi dhe krenari. Çdo hap, çdo lot dhe çdo sfidë që kishte përballuar e kishin sjell në këtë moment. Arbeni u afrua dhe i mori dorën. Ja ku je tani. Nuk është thjesht qendra që ke ndërtuar, por gjithçka që e bërë për komunitetin. Ti nuk e vetëm ndihmuar të tjerët të gjejnë veten, por edhe të kuptojnë forcën e së vërtetës. Elira buzëqeshi dhe e përqafoi. Nuk do të kishte kuptim asgjë pa ty pranë. Çdo ditë më mëson se dashuria është forcë, jo dobësi. Në atë moment, shumë nga prindërit dhe banorët e fshatit, që dikur ishin skeptik, e shikoni me respekt dhe mirënjohje. Ata kuptuan se guximi dhe e vërteta mund të ndryshojnë një komunitet. Elira e di që rruga e saj nuk ka mbaruar, por tani ajo ka mësuar se çdo hap, çdo përballje dhe çdo histori e ndarë me dashuri është një hap drejt ndryshimit të jetës së të tjerëve. Historia e vajzës që zbuloi sekretin e madh, tani ishte një dritë që ndriçonte shumë jetë të tjera. Në fund, ajo kuptoi se jeta nuk matet nga fshehtësitë që mbanim, por nga guximi për të jetuar të vërtetën dhe për të ndihmuar të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë. Elira ishte më e fortë, më e lirë dhe më e lumtur se kur më parë.